Një grup të rish nga Shkodra dhe diaspora shqiptare u bën pjesë e një aktiviteti të veçantë organizuar nga Akt 4 Shkodra në bashkëpunim me Germin, duke përshkuar me bicikleta itinerari nga qendra e qytetit drejt zonës turistike të Shkodrës. Përmes kësaj eksperience, pjesëmarrësit patën mundësi të eksplorojnë nga afër natyrën, historinë dhe kulturën e Shkodrës, ndërsa përjetuan një nga simbolet më autentike të qytetit, bicikletën, e cila prej dekadash mbetet pjesë e identitetit dhe traditës shkodrane. Për mi pa qytetin me bicikl, Shkodra për doke si një qytet shumë advanced in Shqipënisë kompaqës infrastructure. Për më pëlqen shumë hera parë që jam në Shkodër. I think it won't be the last time. Por jetoj në Belgjik dhe në Belgjik përdorim shumë bicikleta, po ama me këtë pamje nuk e kemi dhe jam kënaqur shumë. Për mua vlen shumë, sepse nuk i kam këto eksperjenca atje ku jetoj. Njerëzit janë pak më të ftohtë. Ju na keni dhënë mundësinë që të njihemi me njerëz të rinj, sidomos nga Shkodra dhe nga zonat përreth. Ishte një kënaqësi që Act for Shkodra në bashkëpunim me organizatën Germin bashkoi të rinjt e Shkodrës me të rinjt e diasporës në një rrugtim gjatë qytetit të Shkodrës dhe pikës turistike të Shirokës. Bicikleta e bashkuar me rinin diasporën dhe Shkodran bashkë. Mendoj që kjo shëtitje Gjelbërt ishte shumë fitimprurëse për gjithë ne, shiu natyrën dhe bukuritë të mëdha të qytetit bicikletave që është Shkodra. Aktiviteti synoi të forcojë lidhjet mes të rinjve të diasporës dhe vendlindjes së tyre, duke krijuar ura komunikimi, shkëmbimi përvojash dhe promovimi të vlerave më të mira që ofron Shkodra. Organizatorët e cilësuan këtë nismë si një mënyrë konkrete për të afruar brezat e rinj me rrjetet e tyre dhe për të promovuar qytetin përmes turizmit të qëndrueshëm dhe aktiviteteve rinore.